Nisteni po pak. Po. Është po qa me bo. Jo, nuk jam pishman. E kam qikën 14 vetë, shumë mirë. Po që shoqena, pedana, qytet. Kam njoftu prej shkollës. Kimi parë ka qenë me qikën Axhës. A i ka qenë në klasë me qikën Axhës. Mas met. Edhe une kam besimi shumë burit edhe aj. Gjelozia jo, s'ka. Po femrat ma shumë pak. Femrat ma shumë pak, po soshme kur e ki besimin, gjelozia nuk ve. Që 15 vetë. Që 15 vite. Çfarë moshe e martu duke së re shumë? 21, 20, 22, po. Hoxha e re. E? Ashtë kjo mosh e re për martes, 21 veçare. 21 po pak. Po. Është po qa me bo. Këtë mosh të re që e martu, a je pishman? Jo, nuk jam pishman. E kam qikën 14 vetë, shumë mirë. Mre kulli si shoqa? Po që shoqena, pedana, qytet. Sa mirë. A ndërën që njëftu me bashkërtim? Jam njoftu prej shkollës. Prej shkollës? Po. Takimi parë ka qenë në shkolla, po? Takimi parë ka qenë me qikën Axhës. A i ka qenë në klasë me qikën Axhës. Si ka qenë rrugë këto vite, si qift? Mirë, super. Në moment që e keni shumë të veçantë me bashkërtim? Me që e kena pas qikën. Kur ka linë qika, që ato. Vetëm një vajzë e keni? Edhe një djale kam. Një gjallë. Po, Do këtë vajzën e pas ke ma të veçantë, diçka. po, që shumë. A je ma e lidhë me vajzën? Po. Bashkërtim e cilët, me vajzën a me gjallin është? Bashkërti me vajzën ma shumë se babat janë me qikat. Babi janë me qikat, me vajzat është ma lidhë. Do këtë distancën pak, me gjallin pak ma anë është pas Pa djali është 3 vjeqare, në vogël është, po. Ta keni me shëndet? Po. Am të kanë sot, sa është e vështirë për një grua tjetë nanë? A është e vështirë? Jo, Vështirësi kështu? s'kam pas hiq, se edhe s'kam pas nonën. Ma ka dek nona shumë, e kam pas 13 vjetë. Po jo, nuk është vështirë hiq. Am të keq, jo kone ma të mirë pas këtë humbur nonën, temë, Po. sa ju kujtohet, ajo koha, kur ka qenë gjallë? Po shumë pak, jam konë shumë vogël, e kam pas pak nonën smut, edhe shumë pak, Sa ju mungon prezenca nonës, me që s'ka fjallë? s'ka fjallë. Shumë mungon, nona shumë mungon. Çfarë kujtime i ruani për nonën ju sot? Çfarë kujtime keni për to? Kujtimin, për gjithmonë kujtimi, shka me tregu, s'kam. Keni fotot, i ruani fotografi? Fotot shumë e kam shpi, fotot shumë, vetëm me fotot, edhe vajza për në gjëmë prej fotot. Po babin e keni njerë? Jo, Adhe babin. edhe babin s'kam. Sa vite e keni humbur? 6, Është humbje shumë e madhe kur ti ke dy prindë si ke. po jo s'kam. Sigurisht është shumë e vështirë. Shtirë, qa me bo. Po kjo është jeta. Jeta, zoti që shka shkrujt, qa me bo. Adhe një diçka të lumtur që e keni pasur ju si familje në këto vite me bashkërit. Cili ka qenë? Ma lumtur kam qenë që edhe e kam pas babin me veti, edhe kur e kam martu, e kam pas babin. Me burin e kam shumë mirë, edhe raportet e kena mirë, shumë mirë. Kretë kohën që kam kalu me burin është super. Perfekt, po vjen mirë shumë. Faleminderit. Pas këtë lumturi shumë të mirë. Po, shumë mirë. A më dërgon kështu sa dilni shpesh me to, sa i kushtoni kohën një tjetrit? Gjithë ditë dina, se shumë këtu e kam shtëpinë, nuk kam larkë prej qytetit. Gjithë natën, ka ora 10 e gjysmë, e dalim. Çdo natë dilni? Çdo natë. Sa mirë. Po pushimet kështu vende ku dilni? Po e dhe na e shkojna na i rëqa, me angë na i darkë, me familjen, me fëmijët. Kështu në udhëtime keni qenë jashtë Kosovës? Po, ja, kena qenë, po. Çfarë vende keni qenë? Kena qenë edhe në Shkup, kena qenë edhe në Tiranë, kena qenë, unë e kam qenë Austri, kena shetit. Ashtë xheloziq? Ja, nuk jam, edhe ajo nuk është edhe une. Kena besim prej masmet, edhe une e kam besimi shumë burit edhe aj, gjelozia jo, s'ka. Ka me për çiftet që ka shumë xhelozime të veti. Nuk është mirë. Gjelozia nuk është mirë shumë, po Sipas teje, kush xhelozon më shumë, femrat apo meshkujt? po femrat ma shumë pak. Femrat ma shumë pak, po soshme kur e ki besimin, gjelozia nuk ve. A çka e bën një besim plot në çift, për shembull? Mes një gruaje dhe mes një burri. Zdi qysh me tregu tash. Për shembull në lidhje nëse keni së ju si të besueshëm kështu,
Sa kohë duhet me besu të një person, sa të vën, Po, çdo të me fitu kur këtë kalon koha, më shumë e lidhësh edhe besimi vjen. Ç'sh me tregu tash di. Ç'sh me tregu tash besimin. A është letë mi besu dikujt? Nuk është lehtë. Duhet pak koha, po nëse është njeri mirë, edhe më besosh. Ti tash ç'sh me tregu. Po të gjithë krave, një mesazh, gjithë qefta mi adha, një mesazh, një këshill. Çfarë kishte thënë? Jeta nuk është shumë i gjatë, i shkurtë është, mos me ashtu me xhelozo pa lidhje, me burrin me dalë, me fëmijët, me kalu mirë kohën. Çeto. Që me thënë. Të rëjë matë mirat. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.